Kandidatët e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës zhvilluan një takim me banorët në Kaninë, në balkonin e Vlorës. Kanina e Ismail Qemalit është lënë në harez nga ky pushtet, e braktisur, pa ujë të pishëm, pa rrugë, probleme me certifikatat e pronësisë, tha drejtuesi politik Buja Leskaj. Demokratët prezantuan programin e Partisë Demokratike për bujqësinë, rritjen e subvencioneve, dyfishimin e rrënjve të ullirit, uljen e çmimit të naftës, forcimin e prodhimit Made in Albania. Ne kemi një program të gjithanshëm, një program i cili prek të gjitha fushat e jetës. Ne këtu kemi sjell dy flet palosje, një program në fushën e bujqësisë dhe tjetrën edhe programin për sa i përket pensioneve. Dhe atë paketën të 100 ditëve që ne zotojmë dhe ajo është kontrata jonë e parë me ju që atë do ta realizojmë brenda 100 ditëve. E ky pyetje është një mozaik i plot, punojmë të gjithë për një qëllim që të fitoj njëshi, të fitoj Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Kanina është një vend me histori të veçantë në historinë e Shqipërisë, jo thjesht në historinë e Vlorës. Të gjitha tokat e Kaninës u takojnë banorëve të Kaninës. Në Kaninë të shtrohet problemi i furnizimit me ujë. Edhe në këtë problem ne do jemi shumë rigoroz dhe do veprojmë gjithmonë duke konceptuar veten si shërbestar tuaj. Në takim ishin dhe kandidatët për deputet Artirt Hoxha, Artan Liçaj, Romario Meminaj, Monika Oshafi, Mario Runa, Ridvan Mersinaj. Ata thanë se në 11 maj, banorët e Kaninës historike të burave të mençur, fisnik e patriot të Kaninës së Ismail Qemalit do të votojnë Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Partia Demokratike ka një program të plot i cili është përgatitur nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj, i dedikohet totalisht qytetarit. Për ata që e kanë pensionin mbi 200 euro do të ketë një rritje graduale dhe do të jetë 20% rritja për ata që trajtojnë me një pension mbi 200 euro. Të gjitha këto do të vinë duke e ndihmuar edhe biznesin i cili paguan këto paga, pra pagën minimale apo mesatarizimin e pagës në 1200 euro. Për të gjitha ata që do të trajtohen me minimum jetik, për pensionistët do të ketë kartën e konsumatorit. Do të bëhet reduktimi i TVSH-s, patjetër nga 20 në 15% për të gjithë qytetarët. Do të trajtohen me pagesë edhe kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara, të cilët nuk trajtohen sot ose edhe po trajtohen me një pagesë qesharake. Partia Demokratike është shumë e vendosur që të ruaj familjen tradicionale. Ne nuk mund të kemi Shqipëri madhështore, nuk mund të kemi më një Shqipëri, nëse nuk i kushtojmë vëmendjen e dur pikërisht familjes. Kur dëgjoj këtu që fshati Kanin vuan akoma në 2025 për ujë të pishëm që është disa metra larg nga Vlora, kjo është një skandal shumë i madh. Të jemi një derapur për gjithë, të mundohem të pres për qëtë të zgjidhjet sa të kemë mundësi, sepse është vetëm i vend që kemi nevojë për një derë për trokitur. Përfaqësues i ballit kombëtar në koalicioni me Partinë Demokratike për Shqipërinë Madhështore. Ju bëj thirrje të gjithëve të votoni numri 1, të votoni programin madhështor dhe për rinin madhështor. Faleminderit të gjithëve.